Të gjithë ju që dëshironi me u vendos në lokacion të arbërisë dhe ato shumë pranë Minimoxit, kjo është banesa ideale. 120 metër katror i ka kjo banesë të cilën ne jemi duke ofruar përshitje në gjendjen siç do ta shihni në tanësi. Kjo është e orientune nga lindja deri në perëndim ku kanë qasje dhomat e gjumit. Organizimin e ka fantastik. Qëndrimi nditor mund ta vreni. Është i përshtatshëm dhe ka madhësi të duhur edhe për ato familjet që kanë shumë mosafer. Shikoni, është 4, ky është 3. Pastaj komplet pjesën e dyshemes e kemi të punuar me pllaka. Nxemjen e ka në dysheme për shkak që kur është nxemja në dysheme, mundësia më e mirë për me kursy energji elektrike është me punu me pllaka, për shkak që edhe kur e ndal ti nxemjen, pllaka e mban më gjatë dhe verës është më e fresket. Këtu e kemi tryezarinë e bukës për 6 persona. Kuzhina është në formën e us, është e përshtatshme dhe i ka ketë pajisjet e duhuna. Brendi i teknikës të bardhë është gorenje. Dritaret i kemi me 3 xhama 4 stinor. Komplet pjesën e tavanit e kemi të punuar me knauf, ndërsa anët anësore të mureve janë komplet Rafaello. Shihni, nuk është pllak, është vetëm Rafaello, po e punuar me shumë finesë. Këtu e kemi anën e kundërt, ku i kemi dhomat e gjumit. I kemi 3 të tilla, e kemi një banjo këtu, një WC dhe balkonin. Tash do të shohim edhe dhomat e gjumit një nga një. Kjo është vetëm njëra dhomë e gjumit, secila dhomë e ka trajtesën e njëjtë. Knauf është edhe ledi komplet. Pjesa e lusterit, dollapi i mjaftueshëm për këtë dhomë gjumit. Shkojmë te dhoma tjetër. Kjo është dhoma e dytë e gjumit, dhoma e djalit. Muret po ashtu i kemi të punuar me Rafaello, dollapi i përshtatshëm dhe ka hapësirë të mjaftueshme për një person. Shkojmë te dhoma e çiftit. Dhoma e çiftit apo master bedroom. Dollapat këtu janë shumë të mëdha për shkak që duhen hapësirë më të madhe për vendosjen e rrobave. Përparësi e kësaj dhome është edhe balkoni ku e kemi pamjen nga pjesa tjetër. Po është e bukur sa dhe nga saloni. E veçantë e saj është pamja e papenguar ku e shehni hapësirën e mjaftueshme të parkingut të jashtëm të veturave. Edhe ju që keni shumë vetura, 2-3, hapësira është e mjaftueshme. Banjo më të bukur këxhamati nuk e pa. Pjesa e tushit është tejet e veçantë. Pllakat i ka ketë mozaik, shihni. Mjaft e bukur, ndërsa elementet i ki Hans Grohe. 2 lavamana, çka duhet tjetër. Kjo është balkoni kryesor i banesës. Në këtë teras ose balkon del nga qendrimi ditor. Pamja është shumë e mirë dhe e hapun. E keni përpara ambasadën e Amerikës, e kemi Minimoxin dhe Melodia PX-in. Poshtë është parku kryesor i kompleksit. Është hapësire mjaftueshme që fëmijë juaj kur del nga banesa, del direkt e në park. Për çmim mund t'ju tregojmë tani. 199.000 euro është vlera e komplet banesës, ku në këtë vlerë e fusim edhe një garazh për veturën tuaj. Banesa vjen kështu siç e pat çdo detaj të saj. Për fund, një telefonat, largje për me bë tuajën këtë banesë të bukur dhe mjaft moderne në zonën më premium të lagjes Arbëria.